çfarë tjetër përveç Mister Vetula Ancelotti mund të ishte këtu? Milanisti të shmerë, unë këtë akoma mendoj se është ke Milani. Këtu, te ky momenti këtu Atletico e kuptoi që humbi. Pa çka si ishte akoma duke u lut, po Atletico kuptoi që këtu ishte momenti për humbi. Me thon drejtën, e maj me mirë këtë momenti kur e kapi kamera, aty ishte frika Ancelotti. Aty tregoi frikën sy që mund të më hiq thje kësaj rradhe. Ky këtë fytyrë ka Si sa i dëshpëruar është. Të dasma vet. Kur takon dikë që s'ka pa për 10 vjet. Kur çfarë lloj emocioni jetë ka kështu. Çfarë do të thotë kjo fytyra kështu? Kjo? Kjo do thotë e hongrën për. Ti kush e bë tjetër këtë? E di. Kush? Antoni. E ke pa kur u fut neshë? Çe gallate. Po kjo. Ç'është kjo? Kjo është një cigare e madhe. Po, shezi. Si. Nga që ka bërë paraqitje të mira këto kohë, ka filluar të duan shumë tifozët, po shezi ka një problem, që është nga ata lojtarët që pi duhan dhe ka pranuar hapur që pi duhan. Gabim bën. Do thoya zot keqe, po gabim bën. Mëse portier është fundi ai çfarë do. Me këto performanca të mira, jo duhan të pi ky. Po dhe Bar t'i japin veç të presje mirë, e kupton. Çfarë t'i japin? Bar. Po quhet. E ke parasysh që ndeshja më mirë e këtij ishte me Benficën ku mbush gjithë tym atje. Ky aq mirë ka luajtur ndeshje. Sa e ka shijuar. Nash pas e mori nikotinën e tithjat e ka marrë nikotinë, thënë tani po. Interesante. Është Barcelonës, interesante. Çka kemi këtu, çka ka hedhur Sergio Ramos histori këtë herë. Si duket si Zidane ai aty. I vazhdon provokimet akoma ky njeri. Vazhdon Sergio Ramos. Minuta 93 i ka bërë golin me kokë, Atletico në finale. Punj për Atletico kjo. Dhe fanella me numër 93, goli i famshëm në finale ndaj Atletico, dhe ky tifozi pak i nxehur me atë që po sheh para normalisht nuk ka faj. Po duket pak kështu si. Po i çuditshëm është reali, si gjithmonë vllai, gjej mënyrën në një forme ku diun fiton. Por ti thon mbaroj, po jo kanë ata të plan. Gjeti mënyrën, më këtë radhë ka gjetë mënyrën Sergio Ramos, jo Rahali. Kunjin, i tremi lojtar, i tremi ato tifozë. E lexoni çfarë shkruan aty? Po, nëse do e kapja Klopin në krevat me gruan time, do të pyesja çfarë do të përmëngjes. Interesant. Jo, çfarë do Klopi përmëngjes, jo gruaja. Gruaja do harron. Ta rikthej edhe një herë. Bravo, qof, vllai, çegi pall travi. Interesante. Çegi pall travi. Ai qonga shumë i dëshpëruar vlla. Pa vetë besë. Këtë tregon sa duan Klopin Liverpool akoma. Është akoma në bullall i ke burr. Hiqe vllai, hiqe. Jo lexoje, po hiqe më burr. Ndroje o florat më hiqe na çdo. Nuk është tifoz vllai, është njëri. Mos pini duan thotë. O kolonat apo s'ka. Sponsor. Çfarë është kjo Flor? Cirku. Cirku kujt? Si rumanis duket? Cirku që i bë Reali Atletikos. Nuk i ngjan në stadium? Jo. Jo, më thon. Çe keni pak këto ditë? Filloi me futbolli fare. Jene Manchester United. Bravo. Stadiumi i Manchester United. Stadiumi i United që është ky projekti këtu. Është shumë i bukur duhet të thënë. Ky projekt vlente nuk e di sa miliona euro. Ishte 100.000 vende ai. Stadiumi i dytë më i madh në Europë, 100.000 vende, si Barcelona po bën Camp Nou 105, ka kaluar të gjitha. Është më i madh në Angli, i dytë më i madh në Europë. Shumë i bukur duket, po ngjan pak me një formë cirku, më thonë. E bën Kastile me 3 kundërshtarë. Do të thonë do bëjmë cirk kur të hynim mbrenda. Me këtë United tani 3 kundërshtarë. Ai tregon që ne kemi kap. United tani është bëhet fjalë për United mas 5 viteve. Kur mbaroj stadiumin. Nga 5 vite herë nuk ke United. Më pëlqej fakti që këto kanë plane për ekipin vllana të ardhmen, përderisa po bëjnë stadiumin, jo si këto italianë që kanë 2 ekipe një stadium dhe 3 çerekun e merr bashkia. Po. Ta sean si Inter me Milan.